Ungjilli sot është një paralajmërim për gjithë secilin nga ne. Historia është shumë e shkurtër, i vjen dikush Krishtit dhe i thot, thuaj tim vëlla, thot, që ta ndaj pasurinë të barabartë me mua. E Zoti i përgjigjet dhe i thot, kush më ka vënë mua gjykatës ose arbitër të kësaj gjëje, por ruhuni nga lakmia. Dhe i tregon këtë paravoli. Një njeriu toka i prodhoi shumë. Dhe korrat ishin jashtëzakonisht të bollshme. Dhe ati filloi shqetësimi, duke thënë çfarë të bëj me këto? Ja do bëj këtë, tha. Do i prish gjithë hambaret e mi, do ndërtoj hambar tjerë shumë të mëdhej, do vendos atje gjithçka të prodhimit tim e do i them shpirtit, ha, pi dhe dëfreu. Por u dëgjua një zë nga lart dhe tha, i marr, thot. Sot në mbrëmje do kërkohet shpirti yt, thot. E ku do e lesh gjithë këto gjëra që ke grumbulluar? Dhe e përfundon parabolin duke thënë që kështu ndodh me të gjithë ata që përpiqen të grumbullojnë pasuri për vete, të bëhen të pasur dhe jo të bëhen të pasur tek Perëndia. E kush ka vesh për dëgjuar, le dëgjoj. Ky është ungjilli i sotëm. Përse është një paralajmërim? Sepse na kujton një gjë shumë të rëndësishme, se ne fokusohemi vetëm në jetën e përkohshme, në këtë gjë. Nuk fokusohemi në jetën e përjetshme. Sikur të grumbullojmë gjithë pasuritë e botës, ato një ditë do mbarojnë. Dhe çfarë do japim ne për shpëtuar shpirtin? Prandaj dhe Zoti thot, grumbulloni thesare në qiell, atje janë të përjetshme ato gjërat. Edhe u kujtoj gjithmonë njerëzve unë se sa përpiqen për duke paguar çdo muaj për të marrë pensionin. Një pension që do jetë shumë i shkurtër, disa e gëzojnë më gjatë, disa më pak vite, dhe askush nuk mendon për pensionin e përjetshëm. Nëse ne nuk mendojmë për përjetësinë, jeta jonë do ketë gjithmonë shqetësime. Ja shikoni këtë njeri. Të korrat i dhanë pafund. Në vend që të falenderonte Perëndin, e të thonte me lavdërime që i kishte dhënë gjithë këto gjëra, aty filloi shqetësimi. Çfarë duhet të bëj unë për këtë? Ne mund t'i kuptojmë të varfrit, ndoshta që s'kan bukë dhe mund të mendojnë, thot, si doja bëj, thot, që të gjej diçka për të ngrënë. Po i njëjti shqetësim vjen dhe ata që janë të pasur, kanë shqetësimin e madh se çfarë do bëjnë me pasurinë. E shpeshherë ky shqetësim krijon ankth shumë të madh. Tregon një histori të vërtetë, një psikiatër shumë i dëgjuar, Karl Menninger, në dietarin e tij e thot këto fjalë. Kishte një milioner i cili kishte disa miliona të ardhura në vit, edhe kishte bërë një tentativë për të vrarë veten. E ky po përpiqej ta shëronte, duke bërë psikoterapi, duke i dhënë mjekime, gjithçka tjetër. Dhe në bisedë i tregon këtë gjë. Ai që ishte në tentativë për të vrarë veten, ndonse ishte milioner, e thot, më kap ankthi shumë i madh, thot. Mu nuk më duhet kjo pasuri, thot. Po ankthi se çfarë do bëj me këtë, thot, është shumë i madh, thot. Dhe pyet psikiatri dhe thot, dhe për këtë, thot, tentove të vrishe veten? I thot ai, po, thot, çfarë të bëj tjetër? E psikiatri e këshilloi, bundohu, thot, që t'japësh diçka tek tjerët. Bë diçka në kujtim të babait tënd, për veten tënde. Po këtë kam problem, thot, se nuk e jap dot, thot, edhe nuk di se çfarë bëj me këtë gjë. Ja ankthi i madh që shpeshherë krijon pasuria. Dhe jo vetëm këtë ankth, po pasuria ngjall dhe zeli tek të tjerët. Peshkopi i shenjtë Shën Nikolau i Orit thot këto fjalë. Ai që grumbullon pasuri shumë të mëdha e nuk i ndan me tjerët, ai thot shqetëson veten e tij. Edhe do humbasi dhe veten e tij. Po jo veten e tij, dhe ata njerëz janë rrotull. Shumë njerëz janë të varfër, do e shohin me zeli, do e mallkojnë atë. Shumë të tjerë që janë të uritur përsëri do e kenë me zeli dhe do e shajnë dhe do e mallkojnë dha të tjetrin. Dhe do humbasi shpirtin si ai që i pasuri dhe ata tjerët që do zemërohen kundër tij. Prandaj pasuria në kuptimin krishterë nuk është pronë private. Pasuria është një dhuratë nga Zoti. I Zotit është dheu dhe gjithçka që ndodhet në të, thot psalmisti. Gjë që do thot gjithçka ne që Perëndia na jep nuk është e jona. Ne duhet jemi kujdestarët e saj. Dhe kemi përmendur vazhdimisht këtë sepse është e rëndësishme. Zoti tregon shumë paravoli pikërisht për këtë gjëra, për samaritarin e mirë, për të pasurin dhe Lazarin, për të pasurin e marrë sot. Përse Zoti i tregon vazhdimisht këto paravoli? Pikërisht për të na kujtuar ne që gjithçka që ne kemi nuk është vetëm e jona. Sepse njeriu është një qenie komunitare,
ne kemi detyrim edhe për të afërmin tonë. Në Bibël, të gjithë ndoshta keni lexuar, mbasi Kaini vrau vllajën e tij, dhe Zoti e pyeti që ku është Abeli, ai tha pse mos jam unë roja e vllajit tim. Në fakt, gjithë secili nga ne duhet të jetë roja e të afërmit që ka rrotull. Gjithë njerëzit që janë rrotull nesh duhet të jenë të pranishëm në jetën tonë, e duhet kujdesemi për ata, sepse nëse do përpiqemi vetëm për vete, nuk do e fitojmë, por do e humbasim. Ky është dhe kuptimi i fjalëve që duken si paradoks të Ungjillit, kur Zoti na thotë që kushdo që do fitoj jetën e tij do e humbas, dhe ai që do e humbas për mua dhe Ungjillin tim do e fitoj. Çfarë do thotë jesh i pasur tek Perëndia? I pasur tek Perëndia do thosh pikërisht këtë gjë, që ata gjëra që ke i ndan dhe me tjerët, i ndihmon dhe tjerëve. Jo vetëm thjesht të mira materiale, po dhe të mira shpirtërore. Mund t'i ndash me këshillat, me fjalët e ëmbla, me ndihmësën, me këshillat të tjera të vazhdueshme që çdo njeri mund të ketë në jetë, dhe padyshim mund t'i ndihmosh edhe nga ana materiale, se në ti shikon vllajën që po vdes urie, e ti bën festat mëdha dhe prish milione në për darka e dreka, padyshim që do kesh një përgjegjësi përpara Perëndis. Kujtoni parabolin e Lazarit dhe të pasurit. Nuk thotë që i pasuri vodhi ose bëri shumë gjëra të këqija, po pikërisht nuk e vuri re Lazarin. Dhe ky i pasuri i sotëm nuk thotë në Ungjil që e kishte marrë këtë duke vjedhur. Ndoshta ishte e marrë duke punuar shumë fort, por meqense mendoi vetëm për vete e nuk mundoi për të tjerët, Zoti i tha i marr. I marr në kuptimin biblik nuk do thotë i çmendur. I marr do të thotë një njeri që nuk e merr parasysh Perëndin, që në planet që bën ai gjithçka, Perëndia nuk është atje, po i bën planet vetëm me mendjen e tij. Edhe plane që bën vetëm me mendjen e tij njeriu, pa marr parasysh mësimin e Perëndis, Perëndia do thotë i marr. E nëse Perëndia do na thotë ne të marr, e kemi humbur gjithçka, se kur gjithë botën të kemi fituar. Dhe shikoni se si ai drejtohet vetes ti, duke i thonë tani është shpirt, thot, ha, pi e dëfreo. E në fakt, ai drejtohet trupit ti, se shpirti s'ka nevojë për të ngrënë e për të pirë, nuk ka nevojë për këto gjëra. Ato janë gjithë pasionet e trupit. Shpirti ka nevojë për një ushqim shpirtëror. Dhe ushqimi shpirtëror është një jetë sipas mësimeve që i jep Zoti tek ne. I njëjti shenjë që përmenda pak më parë, duke folur pikërisht për këtë Ungjill të sotëm, thotë këtë gjë. Shikoni këtë të marr, thot, si i thot shpirtit, thot. Është njësoj, thot, sikur të jetë një qenj, thot, në folen në strofkën e i qeni. Qeni mund të marrë mish, kërma, kocka dhe i grumbullon atë. E mund t'i thot qenjit që ha, thot, sa të duash nga këto. Qenjit nuk i ha ato, do vdesi urie. Dhe njëjta gjë është, thot. Qeni, thot, është trupi ynë, thot, dhe qenjit është shpirti ynë. Shpirti ynë ka nevojë pikërisht për mësimet e Zotit dhe për zbatimin e tyre në jetën tonë të përditshme. I pasur i vërtet është ai që është i pasur tek Perëndia. Shën Johan Gojarti, ky predikues i famshëm, thonte këtë gjë. Pasuria nuk është tek gjërat materiale që mbledh ti. Ti mund mbledhësh thot pasurinë e gjithë botës, e mund të jesh i varfër nëse je shpirtërisht i varfër. I pasuri i vërtet është ai që është i pasur tek Perëndia. Dhe i pasur tek Perëndia pikërisht është ai që bën vepra të mira. Pasuria është neutrale në vetvete. Raporti që vendosim në pasurinë na përcakton se kush jemi. Prandaj dhe Ungjilli i sotëm na kujton gjithë secilin nga ne që gjithçka që kemi nuk është e jona. Është një dhuratë nga Perëndia. Edhe kjo gjë që kemi ne nuk është vetëm për ne, por është edhe për njerëzit që janë rrotullnesh. A nëse do ishte ky mësim në botë, nuk do kishte të uritur në botë, as të zhveshur. Nuk do kishte as njerëz që do ishin vetmuar, sepse mësimi i Zotit na mëson jo vetëm thjesht për ndarë të mirat materiale, por për të qenë dhe pranë njerëzve të tjerë. Ka njerëz janë me fatkeqësira të ndryshme, ka njerëz janë të vetmuar. Ja vazhdimisht ne dëgjojmë që dikush ndron jetë dhe gjen mbas disa ditësh ose mbas disa javësh, sepse është i vetëm. Dhe asnjëherë nuk ka qenë kjo në historinë e njerëzimit, kjo vetmi ka qenë madhe. Vetmia vjen nga egoizmi. E çdo njeri që përpiqet vetëm për vete, vetëm do mbetet. Dhe shoqëria e sotme moderne pikërisht kjo gjë është. Gjithë secili vetëm për vete. E të gjithë kanë mbetur vetëm. Qoftë do të jetë sado i pasur, përsëri mbetet vetëm. E njeri i vetëm
nuk është njeri I plot, madje është një vuajtje shumë e madhe. Me drejt Dostojevski thonte këto fjalë, nuk ka gjë më të tmerrshme se sa të jesh I vetëm në mes të njerëzve. Në qytetet e mëdha të gjithë botës, mbushur plot me njerëz, sa qytete që banojnë dhe miliona njerëz, njerëzit janë vetëm përsëri, janë vetëm sepse zotërohen nga egoizmi, përpjekje vetëm për vete. E një gjë e tillë në sytë e Zotit është marrëzi. Prandaj dhe Ungjilli sotëm është një lajmërim për gjithë secilin nga ne, që të na kujtojë për jetën e përjetshme. Nëse harrojmë në dimensionin e përjetshëm, fillojmë dhe bëhemi më pak njerëz. Madje pikërisht kjo gjë ka sjellë sot. Dhe prandaj një shkrimtar shumë I madh I ka thënë këto fjalë, shkatërroi njerëzve shpresën në përjetësi e jeta e tyre do thahet. Shikoni jetën e sotme, është e tharë, nuk ka më një gëzim shpirtëror, sepse nuk ka një jetë shpirtërore. E nuk ka një jetë shpirtërore sepse nuk përpiqemi të jetojmë sipas mësimeve të Zotit. Dhe Zoti na ka thënë vazhdimisht, na kujton që nëse ne I japim të tjerëve, nuk paksohet, po shtohet. Dhe është një thesar në qiell. E siç thot Krishti në Ungjil, një thesar që nuk humbet asnjëherë, as krimbi nuk e ha, as ndryshku nuk e prish, dhe as vjedhësit nuk e vjedhin. Thesari I vërtet që mund të krijojmë ne është pikërisht kjo gjë, ajo që të ndihmojmë të tjerët. Nëse ky kishte nevojë për hambare të tjera, etrit e kishës tonë ai kishte miliona hambare. Çdo bark I të varfrit është një hambar shumë I madh. Nëse do kishte depozituar në këto, ai do kishte shpëtuar jetën e tij e do kishte ndihmuar jashtëzakonisht njerëz të tjerë jashtë jetës së tij. Njeriu do ta mbajmë gjithmonë në mend, është një qenie komunitare. Ne jemi pjesë e një komuniteti dhe kemi përgjegjësi edhe për njerëzit që janë rrotull. Nëse ne humbasim këtë gjë, humbasim dhe lidhjen me Perëndin. Ju kam përmendur shpeshherë një thënie të Shënoi Gojartit, I cili thonte këto fjalë. Nëse nuk e gjen Krishtin tek lypsi në dyert e kishës, nuk do e gjesh tek kungata, sepse Zoti identifikon veten e tij pikërisht me njerëzit që janë nevojë. E duke ndihmuar njerëzit që janë nevojë, ne I japim uha Perëndis. Dhe uha nga Perëndia do shpërblehet 100 fish. Prandaj dhe Ungjilli sotëm është një paralajmërim. E le t'i vëmë veshin këtyre fjalëve, sepse dhe Zoti në fund fare, siç thotë Ungjilli, thërriti duke thënë, kush ka vesh për dëgjuar, le dëgjoj. Le të kemi veshët që të dëgjojmë këtë fjalë, e të zbatojmë në jetën tonë të përditshme, sepse ata që do përfitojnë do jemi ne, dhe jo vetëm ne, por dhe shumë njerëz që do jenë rrotull nesh. Amin.